unë kom shku me qitë kafen kur jom këthy, e do në kam pasha një jetë. Thjesht ju kanë alë fryma. Veç që ka vdek krejt. Që ish hala ma e ranë. Prindin nuk e zavendëson kur kërkush. Mirë mbrëma mishtin fokusit dhe të emisionit Zgjohu, kënaqësi të takohem edhe sonte me një nga historitë më emocionale dhe më frymëzuese që keni dëgjuar ndonjëherë. Pra është historia e një vajze që jeta e provoi disa herë dhe çdo herë ajo detyrua të fillojë nga e para. Nga një fëmijëri me sfida të heshtura tek një rini me plot angazhime dhe ëndra derisa jeta e përballi me humbjen e njerëzve më të dashur në jetën e saj. Ndarja nga jeta e shoqës së saj më të ngushtë, humbja e nënës. Vendosja e ambulesës ku për 3 vite radhazi ajo u përball me paragjykime. Dhe ku shumë kush do dorëzohej, ajo priti dhe nuk u dorëzua. Sot është një grua që ka provuar dhimbjen, humbjen, refuzimin, por njëkohësisht edhe dignitetin, besimin dhe ringritjen. Ajo dhe sot është në një kapitull shumë të vështirë të jetës së saj dhe shumë kënaqësi të kemi në studio për të shpalosur për herë të parë historinë e saj në studion e emisionit Zgjohu. Ambira, shumë kënaqësi të kemi në studio dhe jam e nderuar që sonte për herë të parë do flasim në detaj për gjithë historinë tënde. Faleminderit Tera, e kom prit këtë ftehë s'ka gjamati, është kënaqësi edhe për anës tam. Ndryshe janë bisedat me gjininë e njëjtë, ndryshe është biseda me një femën që të kupton. Edhe nuk të paragjykon për sana që jeta ti ka sjellë dhe... Është më pak janë për të vlerësuar gjitha sfidat dhe është më pak guximi për të shpalosur në prani të publikut. Ambira, po kthehemi pak mbrapa në kohë dhe po e nisëm për shpalosëm kështu historinë që nga ajo periudhë si e kujton atë kohë kur ke qenë e vogël. Po si fëmi, normalisht si krejt që kemi linë para luftës, kemi linë në një familje të vogël, jo shumë të pasun, me shumë sfida. Në atë kohë kemi përjetu edhe luftën që ka qenë diçka që për prind tanë ka qenë sfidën vete, pavarësisht gjendjes ekonomike, pavarësisht sfidave të jetës për shkollimet tona. Sfida e luftës ka qenë pak ma e ndjeshme, përveç frikës që kam pas për veten, double frikë kam pas edhe për fëmijët që ka me ndodhë. Edhe në qatu kushte kujtoj që prind tanë s'na kanë lënë asnjëherë me hej keq, në qatu kushte, në qatu mundësi, gjithmonë e kemi pas ngrohtësinë familjare. Derisa ardhi koha me dalë në klasën e parë, kom qenë në klasën e parë në shkollën fillore Migjeni në Mitrovic, për 4 vite radhazi. Mas nej u detyru me ndru shtëpinë edhe ndola në një shkollë tjetër. Aty u ballafaqoha me një shoqni tjetër, me disa bashkëmoshatar të mi që nështë niveli i arsimimit prindve tyne ishte pak ma i larë se sa i prindve të mi. Edhe në start e përjetova një farë refuzimi. Që për mu ishte thyrja e parë emocionale. Nuk e disha se qysh duhet me u kapta ata njerëz. Aty ishin fëmijët profesorave, doktorave. Unë e visha për një klasë të shoqnisë pak ma toll që për mu thjesht nuk e gjejsha vetën në asnjë moment. Derisa që në atë mosh kom vendos me luftu e vetme. I gjeta 2 shoqa aty këtu të kategorisë teme dhe kom vazhdu me to tutje deri në klasën e 9 që është përfundimi i shkollës fillore. Mandej te shkolla e mesme ishte sfida tjetër. Shoqënia vendosen me shku në gjimnaz, që për, domethënë në Mitrovic gjimnazi konsiderohet shkollë pak ma e nivelit ma të lartë. Kurse dëshira e nanës edhe babës tim ishte me shku në ekonomi, me gjetë diçka një profesion pak ma ndryshe se sa që po shkojnë krejt në gjimnaz. Unë vendosa me ndëgju nanën, edhe që s'm ka ra keq asnjëherë. Vazhdova shkollën në ekonomi në drejtimin banka financa. Aty mandej u tregova superiore, se veç kjo sfida e shkollës fillore më kishte forcu shumë. Edhe kur shkova aty, me aktivitete, me angazhime të ndryshme, për 4 vite radhazi e ku mu dheq këshillin rinor të shkollës. Edhe ajo më ka bo me konë shumë e sukseshme me organizata, me udhëtime jashtë vendit, me organizime të mbrëmshme të shkollës. Drejtori i shkollës, zotri Baliuka, në atë ku e ka pas një besim të jashtëzakonshëm te unë. Edhe vazhdimisht mi ka lanë punë të organizimeve në dorë. Kur e dithi që e kam Amberën këtu, për mu është sikur me qenë vetë. Ajo më ka forcu shumë. Edhe tutje në fakultet, prap vendosa mi ndëgju prind, me shku banka financa, po dashti Zoti dhe nuk u pranova, se unë me matematikën s'kam qenë mirë asnjëherë.
njëjtën kohë aplikova edhe në sociologji, e që nuk e disha që është profesioni që mu më përshtatet. Nuk e disha se s'kisha shumë njohuri çka do të thotë sociologjia. Dashni Zoti ne ju pranova edhe vazhdova se cilin vetë studimeve unë e kom përjetu mirë e ma mirë. E kom gjetë vetën në se cilin landë, e kom gjetë vetën në se cilin ligjerat profesorave. Se krejt që ata që mësojsha në teori, unë e veç e kisha praktiku me punë, me angazhime, me organizata, sa kom qenë në shkollën filloreve të mesme. Edhe kështu. Pas kësaj periudhe, përsëri ambjera vështirësit nuk pëndalëshën dhe ju ballafaqohet edhe me humbje në shoqës suaj të ngushtë e Donës. E Donën e kom pas shoqe prej klasës 8 ose 9. Me Donën, nëse një njeri e lidh gjithçka me një njeri jashtë familjes, mu më ka lidh gjithçka me Donën. E Dona ka qenë njeriu që më ka kuptu dhe kom kuptu pa fol asnjë fjalë. Thjesht e kemi gjetë mundësinë, jemi taku, kemi dalë, i kemi bëu budallakinat e njëjta, i kemi pas kënaqësitë e njëjta, e që sa du mungon shumë, në ekstrem mungon. Deri para një muje me thoni ka pas edhe rrjetet sociale të hapuna, po me gjas kanë vendos familja, thjesht e gjejsha vetën kur hesha i këshosha bisedat. Kanë vendos familja mi tjetërsu, i ka marrë vajza vetë, nëse s'gaboj, i ka marrë vajza vetë në posedim, e ka vajzën 12 vjeqarës, nëse s'gaboj. Edhe po mungon edhe pjesa e rrjeteve sociale. Çfarë ndodhi ambjera? E Donën e kom taku një muj para sa me vdek, ka qenë kafja e fundit. Bilun e pata një rast në familje, një familjare që ke pak me keq me shëndetin, edhe na gjithmonë i kemi pas takimet e vështira, se ajo në Gjakovën, në Prishtinë, Mitrovicë, takojshim shumë rrallë. E lam me dalë qatë ditë edhe më tha, ja me ngarku me shumë, tha e lojnë për nesër. Thash po, s'është problem. Thash po, unë e kam rasin e personit të në fjalë që është shumë keq me shëndet, edhe që mundet nesër mos me ka në ma, unë detyrohem me shku në Mitrovicë. Lej tha krejt edhe që, do me thonë dikun ka ora 10 mbrëmje jemi taku. Edhe kemi e pyet për njerëz që nështë ka vite që si kemi taku asnjëherë. Thjesht kureshtja që i kemi pas shoqe dhe shoqnit përbashkët, e pyetshim njëna tjetrën ku është kjo që apo ndodh. E Dona ka qenë shumë e lumtur, së fundmi më tregoi, domethënë që takimin e fundit më tregoi që ka bledhe një banesë, është kompletu me familjen, fëmijët i ka shumë të shëndosh. E pyeta për shëndetin, gjë që është shumë normale nëse pyetja e parë që i bëhet një njeriu për shëndetin. Më tha që mirë, po kam shtu pak peshë që ishin dikon 2 ose 3 kilogram. Për ndryshe shëndetin e kish top. S'ka pas kur probleme, ka qenë vallëdare me profesion, edhe ka përfundu shkollën e muzikës. Mi tregoj detajet e banesës, mi tregoj detajet e punës, ka qenë pronare një biznesit në Gjakov, e ka pas biznesin e vetë. Më tregoj që ka një udhëtim as 1-2 javë. Bisedum gjanë e gjatë, dikun ka ora 1 e mbrëmjes, unë veç kom shku në shtëpi. Edhe nuk mu dok që pa diçka, realisht univa si kun ditë e para të shoqënisë tem, se ajo vajzë ta ka jep një energji ndryshe, ajo vajzë të ka bo me kesh dhe kur ti ke pas do lotë në sy, nështë për këtë arsye të ndryshme. Po kur e ke taku energjia e saj të ka bo me kon këtë tip tjetër, njeri tjetër, thjesht i ka zhvesh komplekset. Ki shku në udhëtim në Itali, te kunatat e veta, dhe kur është kthy, nuk është që kam pyet për detaje se çka ka ndodhur, se thjesht më ka dok i jashtëzakonshme, s'kom mujt me besu. Mas një 2 jave kom fol me burrin e saj dhe kom pyet çka ka ndodhur konkretisht. Më tregoj që ka qenë një moment që thjesht ju ka nal fryma. S'ka pas as infarkt, as arrest kardiak, as aritmi, as kur gjë heq, absolut veç ju ka nal fryma. Po më tregon, tha, kemi qenë të e pa një emision, edhe kishte qenë tema njerëzit që marrin vendimet shpejta vdesin ma herët. Edhe kjo një pa dju ka kthy dhe i ka thonë burrit e na që jemi martu herët. Edhe ky po më tregon, tha, mas 16 vjetë, tha, i thash ty po të kujtohet që jemi martu herët. Do me thonë kishin kriju familje, po nuk e di se qysh ka qenë ajo pyetje, nështë ka qenë shqetësim momental. Edhe tha, nuk dashta me zgjat temën ma gjatë, i thash, apo do me pi një kafe? Më tha, jo, tha, unë kom shku me qitë kafe, kur jom kthy, e Dona kam pa shenja jete.
Tash prej Merakut e ka bo autopsin edhe ka dalë që thjesht është ndalë frymarrja, nuk ka pas kur që tjetër. Si e more vesh lajmin Ambira për humbjen e saj? Ku ishte në ato momente dhe si? Na bisedum para 3 dite, e pyeta për detajet e udhëtimit, më tregoj sa shumë është kënaq. Një mëngjes ka qenë e premte, edhe po më shkru një shok i përbashkët i Mitrovicës. Amber tha na ka vdek një shoqe. Edhe pasha zotin direkt më ka shku menja te Edona, po e disha që jo, se Edona ke shumë mirë, unë e fola me to, bisedova. Tha zhveq mos më thuj, tha jo, po të tham, tha se edhe direkt kom hinë rjetës saj nuk ka pas kur gjëna njoftim. Kur kom fillu kom hi te familjarët, e kom pa që e kam postu, edhe thjesht e kom nalë telefonin. Nuk kom mujt me përballu as një njoftim, as kur gjë. Beso më zot e kapa telefonin me thirr, qaq ma që s'mu besoj, ke nuk kisha forcë as me thirr, se thësha me bo mos mu lajmëru, nuk di qyshe përjetoj. Edhe kom lanë dikun një 4 orë, s'kom fol me kërkan, s'ju marrë me kërkan, e kom thirr motrën, i kom dhamë vërtetoj, se s'po kam fuqi me këshyrë çka ka ndodhë. Edhe ma ka kthy, më ka thonë që po ishe vërtet, po që unë prap nuk besojsha, sinqerisht nuk besojsha. E do në një, nëse na herë e kom pas naj hall njetë, e kom ditë në telefonit për menshë dhe kom kape, kom thirr direkt. E do në qysh mja bojtë saj pune ose të njëjtën, Ambere kam qëtë problem, jo probleme, se normalisht njeriu kur të pjekët e krijon një familje nuk është që ka ma probleme të mëdhaja, po që do shqetësimet e jetës. Po kam qef me shku në Mitrovica, mundu me u taku, qysh janë mundësitë e tua, qysh mundu me u pa. Kena diskutu për sene të ndryshme. Do me thonë, ka qenë njeri vetëm botë që krejt sekretet e jetës tam i ka ditë. Ka njëherë thonë mirë që s'është se i ka marrë komplet me vetik, po ka njëherë qaq shumë po mungon. Mi ja tregu do detaje, mi ja tregu do muhabete që mas më imi fol me kërkan. Edona e ka njoft këtë familja em, ka flajte unë, kom flajte Edona, u hinë shpitam, si kur me ka në shtëpia vetë, njëjtë kom vepru edhe unë të shtëpia e saj. Edona ka qenë, është rritë pa babë, është rritë veç me nanë, ka një nanë shumë të fortë, është heroin. Mënyra që i ka rritë, i ka edukua ta fëmijë tregon se sa e fortë ka qenë. Edhe, kur shkova me taku për ngushëllime, e kom përjetu shumë keq, se unë nuk dojsha me konë që aty, po ish një fakt që s'mu ishe pakon. Me injoru, thësha një jetë keq pëse s'ka ardhë. Mos me injoru, që shka mundësi me i shku në qatë gjendje. Edhe ka qenë dita ma e keqe që kom mujt me pa të zënegj. Edhe më tha, gjithë jetën ju kom lutë Zotit veç me Vlad mos më sprovu. Se më ka sprovu shumë, tha me Vlad s'kom dash kur, tha po që e më ndodhi. Ish një moment që s'kishe fjallë që kam i thanë. Definitivisht s'kish as një argument që ti u dash e mi thanë një nane që e kish kup një vajzë 35 vjeçare. Në ngushëllimin e vetëm thash ti je shumë e fortë, qysh ke vazhdu deri që të dush me vazhdu edhe tutje se jeta nuk të pyet për këto detaje. Mandej, pyetja tjetër pse e donën. Thash po dhimbja është e njëjtë për secilin, kështu që Zoti e ka dash këto dhe mundohu me mu bo shumë e fortë, po thjesht nuk kisha argument, nuk kishe çka mi thonë. Nuk është që kom pas humbjen e parë në jetë, po mas nanës ka qenë humbja ma e fortë që kom mujt me përjetu, sidomos kohën e fundit, sinqerisht. Jeta Ambira në jep shumë mesazhe në jetë dhe kjo është një nga ato mesazhet më të fuqishme që njeriu nuk duhet me marrë asgjë të mëqen. Edhe njerëzit nuk duhet me marrë të mëqen që ti ke me i pas afër gjithë jetën. Pra thjesht është një moment që nuk e dim se a na pret e sotmja. Njerëzit ndoshta shpesh herë shoh që bajnë inate mes njëri tjetrit, bajnë hidhërime, gjana të tilla, po thjesht ndoshta janë pikërisht këto mesazhe që ai person mund të thjesht vetëm mos më qenë në një moment. Edhe duhet me dalë sa më shumë dashuri, sa më shumë fjalë të mira që të paktën të na mbesin kujtime të bukura dhe të kemi mënyra se si ta ngushtojmë veten kur përballemi me dhimbje tilla, sepse këto dhimbje janë dhimbjet më të mëdha me të cilat përballet njeriu në këtë botë. Po sfidat për ty, Ambira, kanë qenë të shumta. Po flasim për shoqet ngu, sepse ne kemi me që i kemi si familje, sepse ne në përgjithësi jemi vëllezër e motra, por që aq më pak kur sprovohemi me
humbjen e prindërve edhe të prindërve, me që janë këto humbjet më të mëdha në jetë. Dhe ju u provuat me humbjen e nënës tuaj. Sigurisht është një nga sfidat më të mëdha me cilin e ke përjetuar te personalisht. Nana dhe me të vdekë në moshën 120 vjeçare është nana jote, kështu që dhimbja është gjithmonë e njëjtë. Nana em ka vdekë në moshën 49 vjeçare, edhe tash buhen 10 vite. Sa vjeç ke qenë të natë po ambira? 26. Do me thonë, është moshë që ti e konsideron vjetën të pjekur, po është moshë që ti nuk mendon që mund është me bo diçka pa pas nanën. Për shkak se uzrëfysi ma i madh i jetës tane është nana, sidomos nana jam që mi ka jep hapat shumë të sigurt për jetën. Gjithmonë këshilla e saj, ndoshta në atë kohë mu ka duk që nuk e ka vendin që aty, po kur e kom kalu një kohë dhe një periudhë dhe kom ditë që e ka pas me të drejtë. Nuk kemi pas shqetësime shumë të mëdha, po që ato që kanë qenë gjithmonë me vend. Në atë kohë, vetëm patëm fillu këto gjendjet e narkomanive, këto edhe u shqetësoj ke shumë mos pjo qetë dikush diçka me pi në kafiqa, shqetësimi vetëm ka qenë qaj. Po, unë e di që duaja nanës tem së më kalon asnjëherë keq. Në asnjë moment së më kalon keq. E di që edhe sot, kur ballafaqona me diçka në jetë, e di që duat e saj, lutjet e saj që i ka bo për neve gjithmonë janë të pranishme te Zoti, edhe nuk na lajnë me gabu. Nana ka qenë mirë me shëndet deri në momentin që vendosi me shku me bu një kontroll për kamën, te kardiovaskulari. Thjesht i dul diçka në kamë që u dashi me bu një kontroll shumë thjesht. Aje obligoj me shku te ginekologu, dhe që asaj periudhe prej kardiovaskularës te ginekologu, e pash që ka një shqetësim. Po të njëjtën kohë nuk u ndalke, su dërzojke. Kur erdhëm gati te hymja e ginekologjisë u olën shkallë, edhe mu ka dok shumë gjendje rëndë. Se ish spital, e nana em shkoj në kam të veta, tash mu ull me pushu mu dok shumë e rëndë, thash nan, tha veç pak po pushoj, tha dhe po qohë. Kur shkum te doktoresha Shpresa Agani, ka qenë ginekologe, fjallën e parë që ma ka thonë, tha po du me najtë në spital. Thash a ki arsye? Tha po. Po du mi kry kontrollat, nuk po du me shqetësu kërkon shpi. Edhe kom vrejt një, do me thonë barku, frymarja në barki i shkoj shumë shpejt. Ma lypi një gotuj. Edhe shku me hap historinë poshtë se vendosi veç me najtë në spital. Po më pyti infermierja çfarë vitit lindjes ka, nuk e disha saktë se ish moment shumë i rëndë. Edhe u ktheva me pyet, kur e, do me thonë ish gjendja nanës, nuk ish ma në gjendje të rregull. Kish fillu do lëvizje të jashtëzakonshme mi bo që s'ja kom pa asnjëherë, po fati jam shumë i mirë, unë e qellova veç me ta, po jam një ndër fëmijët më të fortë në familje. Ti shillu vllau ose motra nuk e kishim përjetu qashtu. Edhe ma kanë ka prej dore doktorët dhe kanë shti në sallën e intenzives. Unë nuk ndëgjojsha kur gjë tjetër përveç lëshoja zamrën, kapja mushknin, i shkoj mushknia, do me thonë, mrena 5 minuta vi ka përjetu 5-6 infrakta. Edhe nuk e disha a është, as nuk guzisha me pyet kërkon, se ish një moment që deri qëtash folëm shumë mirë, u ktheva me pyet diçka dhe mas ish në gjendje mu përgjigjë kur gjë. Kanë arrit me intubu, nana ka jetu 9 ditë në komë. Ditën e ejte, ja kanë bo rentgenin e fundit të trunit. Edhe nuk dojshin me na tregu çka ka. Po unë e gjeta një farë lidhje, dyqysi, tash po du me dit veç vetë çka ka, moj veç unë e me dit. E mora atë CD-n, se s'dojshin edhe me na jap, edhe shkova me një spital privat, tash lexoma që CD, tash s'unë s'pe kuptoj. Edhe po më spjegon. Ka ndodhë ky infrakt e ka dëmtu trunin, ka ndodhë ky e ka dëmtu trunin, ka ndodhë ky e ka dëmtu trunin. Tha ka arë një gjendje, tha që truni është në një moment që po thot, unë po provoj me uqu edhe një herë, e nëse unë muj mu qu, keni me punu edhe organet tjera, nëse unë nuk muj, atëherë duhet me pushu krejt. Thash, doktor, çka me bo? Tha, mi u lutë Zotit. Do me thonë, s'kesh kur farë zgjedhje tjetër. Se momentin që po filloj ke muaj truni, ish gjithçka në dorën e trunit, me thanë ma puk falisht. Edhe tha, shërimi vetëm, tha, është mi u lutë Zotit, tha, edhe s'ka zgjedhje tjetër, tha, se është që ky proces ka ndodhë. Nëse don truni, tha, kthehet, nëse jo. Po tha, po tregoj edhe diçka. Tha, edhe nëse kthehet,
Tha s'ko me pas vedije, nuk kom ju njoft, thjesht ko me kon si njeri i huj për familjen e juj. Keni me pas, nashta, po s'ke me pas ma kontaktin e njëjtë me ta. Era kur kom shku prej spitalit, do me thonë në kujdes intenziv në QKUK, e kom pa babin, vllaun, motrën, dajt, tezët, krejt kishin ardhë. Edhe unë ala në një moment dhe thash kujt mi tregu. Me kanë me nda që ta që do i kemë mdaj zemra prej venit, me cilin me nda, se cili e kish afërsin e njëjtësione. Mi tregu babit, unë e di që a është pak ma i fortë se unë, po s'do isha me ngarku edhe me qëta se ishin në ditë që na ishim asanej asknej. Mi tregu motrës ajo është tepër e dop, tepër emocionale, se di që se besoj që e kish përballu. Mi tregu vllaut ishte ma i riu edhe ai njëjtë. Motrave të veta mas vllaznive hecviken shpreh, thash, a din çka mber, thash maja për veti. Maja për veti, thash, edhe çka do që të ndodh, minimalisht 24 orë të fundit kimi ditë veç ti. Të tjerët, kur do që të marrin vesh, nuk është vonë, për vdekjes është vonë asnjëherë. Edhe erë pikrisht aty më ka ndodhë që kjo zgjohu, e kom qelë dritarën e ta tregoj një sen në oborët e spitalit edhe afër mureve, xhamive dhe të kishave bojnë doat më të sinqerta. Bojnë lutjet më të sinqerta. Edhe kom thonë, o Zot, nëse nuk është në gjendje me na u përgjigj, me na njoft neve, ma mirë është me marti afër vetës. Pavarësisht që ti fizikisht mundesh me pas aty, po kur nuk është në gjendje me të njoft si diçka të vetën, nuk e konsideroj që është e dobishme me pas edhe në qatë gjendje dhe me vujt ajo edhe na. Ka qenë dikun ora 4 masdite, edhe do me thonë të nesër më në mëngjes, e kom hajtë shqetësimin veç vetë. Nuk e di, do me thonë, sot më pyet dikur shqyshja ke arrit me dalë, nuk më mja përgjigje. Nështë ta ka qenë qaja forca e Zotit që ka thonë një maj edhe sot prej nesrit maj e vetëm, nuk e di thjesht e qela dritaren e spitalit edhe thash nesër mundesh mos me pas, nesër gjithçka e shtëpisë tane mundet me ra misupet tua, edhe ti duhesh mu bosh shumë e fortë se i ki një vlla një motër ma të vogël, edhe i ki një bab që nështë ta duhesh mu kujdes për të deri në moment caktum. Edhe realisht ajo ndodhi. Të premten, me datën 28 dhjetor, unë e veç e disha që ka me ndodh, edhe vendosa me shku në shtëpi, se thjesht nuk pata fuqi ma shumë. Po ishin edhe procedura tjera që u dashni mu pregadit, edhe pse nana isha hala gjallë. Ka mbet veç vllau. Edhe e kanë thirr, i kanë tregu, tash më tregon ai, më kanë thënë apo don me pa nanën tane pa aparata. Edhe ky ka mendu që është zgju. Nana, edhe ka thënë, a është zgju, ka thënë jo, veç që ka vdek krejt. Vllau ka qenë moshën 22 vjeçare, e kur ka him rana, do me thonë, e pashe kapa e putha, e përqafa, i kryva krejt procedurat e fundit, po sinqerisht që të edukatën për me kanë të vetë kontrollueshëm, na e ka lanë nana. Edhe nuk është që kemi pas edhe humbje tjera në familje, po kur e kemi pas sa e fort ka qenë ajo, jemi forcu edhe na. Nana si ka vdek një vlla 27 vjeçar, një motër 35 vjeçare, do me thonë gjithë krejt kanë qenë mbi moshën 40 vjeçare, kështu që forca e saj na ka forcu edhe neve. Edhe unë jom kanë e pit një javë ditë, sa që familjarë që veshin të pamet që kemi na, kishin pas thonë që mos ka rshit psiqikisht, s'ko mujt me kajt, se thjesht kajta në dit, pa u lodha tu kajt. Edhe jom kanë shumë e fort, procedurat, drekat, darkat, ato që shkojnë, ato i kam kry krejt vetë, faleminderit familjes që në këto momente s'lajnë asnjëherë vetëm, po gjithsesi bara dhe supet e mia e dishin ç'a bajnë. Mandej e kisha sfid motrën, se ajo është shumë e ligë në raport me humbjet. U lidh shumë për meje. Unë s'mujsha m'ja ofru qatë dashnit nanës, ajo ka qenë shumë e lidh me nanën. Thjesht u munojsha minimalisht që ato mungesat e ushqimeve, që ato mungesat që i kena pas rutinën në familje, mos me ju mungu. Po jo, asnjëherë s'kom rri në nivelin me përmbushat pjesën
që e ka ofru nana. Ka kalu një vit 4 muaj. M'dul sfida tjetër përpara. E parë që babi u vetmu shumë. Edhe vendosa me bo zemrën gurje dhe me pyet baba po do mu martu. Që ish hala ma e ranë. Përgjigja e tike, nëse do një, thash, për mu, nana em, thash, ka qenë gruaja jote ma e mira dhe ko me me ton jetën, thash, po jeta nuk të ban me vazhdu, se me të shumë i ri 55 vjeqar, i ri bukfalisht po flas, për me vazhdu jetën vetëm, mosha është ma e keqe, sidomos për prind mashkuj, se prap femnat era dalin, kanë familje, kanë motra, kanë vllazni, lëvizin, nuk janë të ngurafta. Prind është shumë probleme me të vetëm. Është procesi punës kur vjen që ajo periudha që është shumë i lodhën, vendos me najtë në shtëpi, unë e pajsha që thjesht e mbyllë dhe komunikimin, nuk fol ke ma me njerës që shka fol, babi është shumë i hareshëm, t'jep vullnet, është shumë optimist, po e parë që është ka mbyllët, edhe më pengoj keq ajo. Pyti tha vllaun e motrën, tha nëse ata dojnë, tha duhet me bo diçka. Edhe me këta e kalova sfidën që e kalova. Dashi Zoti e takom një njeri shumë të mirë, ishte tezja e shoqeve të mia, unë e dola vete, bisedova me ta, ndreqa punën. Beso mirë që ajo grua është shumë e mirë, është angel, për një me po flas, jo që më takon me fol diçka me to, po unë nuk di me shtu diçka që nuk është. Na pret shumë mirë, komunikojmë shumë mirë, s'kemi pas asnjëherë asnjë konflikt, asnjë muhabet keq, po për mua është shumë e rëndësishme që babi t'i rinë shumë gati. Nashta me thonë që ka qenë dhimbja e njëjtë, nashta pak më e madhe, qa ditë kur ka ardha ajo në shtëpi se sa qa ditë që më ka hup nana. Jo që ajo kish faj, po që unë gradualisht me ndjenjat e mia unë isha me zavensu diçka të paqenë. E që nuk zavensohet në asnjë moment, po me pjekuri, me sfida, kemi arrit me gjetë një gjuhë të përbashkët që mos mu keq kuptu, e kjo ka shumë rëndësi. Këta po e thonë për opinionin, prindin nuk e zavenson kur kërkosh. Qoftë edhe nëse ti nesër ki mu bo prind, periudha që i ka kalu prindit, nuk mundesh me i kalu ti kur, për shkak se rrethanat ka qenë ndryshe, atëherë tash janë ndryshe. Gjithmonë, gjithkosh e ka sfidën e vet që e forcon. Ai që dorëzohet për mua është një njeri që s'ka pas sfida asnjëherë, thjesht sfidën e parë konsideron që është mjaft këto edhe dorëzohet. Po jo, besoni që sfidat janë shumë të rëndësishme që ti mu boj fort në jetë. Shumë e vërteta, Vera, sepse jemi emocionuar jashtëzakonisht shumë, sidomos tek çështja e prindërve, se mendoj që lidhja e nënës me familjen e saj është e vetmja dashuri absolute në botë, e cila është pa asnjë lloj interesi, as më pak në një kohë cilën jetojmë sot, ku gjithçka është bërë shumë sipërfaqësore, gjithçka është interes. Nëna është e vetmja e cila e pranon fëmijën e saj me gjitha tmetat të cilat i ki. Edhe gjitha gabimet të botës, mendoj edhe gjitha streset, dertet me pas, ku shkon në shtëpi, e gjen anën ato, mendoj që është mrekullia më e madhe dhe bekimi më i madh që mund t'i ndodh dikujt. Unë i kom pas dajt shumë afër, edhe zakonisht kur kemi qenë në shkollë, nana e ka shfrytzu që atë kohë dhe ka shku te dajt. Beso me në Zot që kur shkojsha në shtëpi dhe se gjejsha, mu do ke shtëpia shumë e ftoftë, mu do ke shtëpia shumë pa ambient, familjar, direkt në telefonan ku je që e ko marrë nuk vonona shumë. Që kjo nuk vonona shumë që ishin është ta pyetje 40 minuta për mu ishin 1 javë, 2 javë, derisa veki, jo që mu dashke diçka. Po thjesht kur e disha që është aty, ish një ndjenjë ndryshe, ish një rahati, ish një siguri. Këtë siguri tash ndonën zemër nuk ta jep baba. Se baba e ka një obligim tjetër ndaj fëmijëve, e ka ekzistencën, e ka sigurimin e gjështjeve ekonomike, kurse nana është aty për smundje, është për gëzime, është për të çara tua, është për gjithçka. Edhe që po thuti nuk gjykon asnjëherë, edhe nëse ti je fëmiu më i lazdruar në botë, për nanën nuk je i gjykuar asnjëherë. E tillë është secila nanë e botës. Unë veç uroj që njerëzit, gjeneratat e reja që po rriten, m'ja u ditë vlerën prindit, për shkak se ndoshta konsiderojnë që është shumë e parëndësishme nëse se ndëgjojnë, po besomni që ko marrë një periudhë që secilën fjalë, edhe ata kur ta ka ngrit zonin ka qenë për të mirën tane. Shumë e vërtet. Uroj që
vetëm dua ta bëj një sqarim sepse ndonjëherë në emisionet të zgjohë emocionet janë jashtëzakonisht të forta, edhe pse jam gjithmonë në rolin e gazetares edhe moderatores, nuk e kursej veten asnjë pikë ndaj emocioneve që i ndjej nga historitë në studio për vetëm arsye sepse njerëzit duhet ta ndjejnë realitetin edhe përditshmërinë me cilën përballet çdo njeri, edhe gjitha këto duhet shërbejnë si motiv dhe reflektim që jeta nuk është ndoshta siç njerëzit e shohin nganjëherë. Jeta është shumë e thellë dhe ka mesazhe shumë të mëdha dhe jeta duhet marrë më seriozisht dhe duhet jetuar me gjithë njerëzit cilët i ki afër vetes. Në jetë kemi shumë dhimbje, kemi shumë sfida, por që duhet mundohemi ta pikturojmë në mënyrat më të mira që sadopak t'ja lehtësojmë vetet gjitha këto plagë. Njerëzit shpesh herë dorëzohen ambjera. Kur ballafaqohen me sfida shumë të mëdha ndalen, edhe dikush nuk e ka këtë forcën si të juajën që pa marrë parasysh gjitha këtyre sfidave nuk je ndal asnjëherë, duhet shumë forcë dhe teksa po flisje, mendoj se duhet shumë forcë e madhe dhe njëkohësisht është edhe një dhimbje shumë shpirtërore për zgjidhje e emocioneve që ti ta marrësh forcën dhe ti thuash babait tënd që ti duhet martohesh, sepse po flasim për deri në këto vite ke pasur nanën tënde prezente në shtëpi, dhe tash duket sikur ka ndryshuar komplet gjithçka. Ke menduar ndonjëherë në jetë se ka më ardhur këto ditë dhe kemi u përballë me gjitha këto sfida, sepse në pamje të parë duket sikur një lloj filmi. Pikërisht, unë nuk e kam mendu, po ka qenë një muhabet që nana jam ma ka thonë 6 muaj para se me vdekur, kanë shumë interesant. Tha, qysha po ju tham, ishim 3. Tha, nëse na i herë, tha, e bjen Zoti një njeri tjetër në vend tamin. Tha, edhe nuk e respektoni paralelisht me mu, bukfalisht që nga ka thonë, mos mu nisni, tha, na dyja, tha, se u zdi qa ju bëj. Sikur me ndjej që kom ndodhë diçka. Edhe thash, nanë, thash, as pate muhabet tjetër, thash, pse po i mendon këto detaje, tha, jeta është, tha, gjithçysh. Tha, s'është as i pari, as i fundit, që muni me përjetu diçka të tillë. Edhe besom që ajo ka qenë fjala që mu m'ka motivu për me bo një veprim tani me babin. Dhimbja e prindve është e njëjtë, s'ka diskutim. Edhe babës, edhe nanës. Po, pra po e thëmë, ngrohtësinë që ta jep nana, baba s'ta jep asnjëherë. Kjo është një farë dallimi. Po gjithsesi dhimbja që edhe ai mos me qenë ma vetë, erdhë që aty dikun. E vërtet. Nuk e kom mendu që kom e pas që ka shumë sfida, po tregova që qysh prej klasës 5-6 jëm forcu. Edhe gjithmonë, unë e kom mendu që ekziston një zgjedhje. Nuk jom anku asnjëherë te kërkush për sfidat që më kanë dalë mu në jetë. Qa kom bo, ka qenë parimisht jom nale, kom mendu pse ka mujt me ndodh, që ka njëherë janë do ligje që Zoti i ka kriju dhe s'kem kam ju ik, po janë do detaje, do sfida tjetës, për shembull që vetë njeriu ja krijon vetë vetës. Tash, momentin që ti ja krijon problemet vetë vetës, paralelisht duhesh me mendu që ekziston një zgjedhje. Jo rastisht ka ardhur deri aty. Sot ekzistojnë probleme të ndryshme, po janë do probleme shumë personale që, për shembull, e ka një gjenezë, nuk është që ka ndodhur veç hajt. Që kjo gjeneza, unë e kom praktiku gjithmonë me këqyr çka kam bo njerëz para meje, te që kjo punë. Edhe kom vjedh ma të mirën edhe kom vjedh ma të keqen. Ma të keqen e kom lanë ma ndej anash, kom provu me marrë qëta ma të mirën për me hecë me hapa ma të sigurt. Humbja e prindit nuk është sfida e vetme në botë. Mos të menon dikush që s'ka me hu prindin. Adin është diçka që është legji i Zotit, veç dhash Zotit që prind, mos me hup asnjëherë fëmijën. Edhe këto raste që po ndodhin kohën e fundit, besom Zot, mas pari më shkon mendja i ka pas prind gjallë, 3 që po vdesin. Edhe nanës sami kanë të vdek 2 fëmijë. Edhe thëjke që dhimbja e fëmijëve të mi nuk krahasohet me kurgjo, po kur ju shën juve që jeni gjallë, kjo man hala ma, do me thonë motivan. Pra ju keni pas edhe 5 fëmijë kemi qenë, po. Vllau ka qenë në moshën 2 vjeç e gjys kur ka vdek, do me thonë periudha ma e mirë kur fillon një fëmijë me fol, me hec, me jep ngrohtësinë në familje. Edhe motra tjetër që ka qenë mas humbjes vllaut, ka vdek edhe një motër tjetër, ajo ka qenë e vogël, do me thonë 5-6 ditore ditë që ka lind, po për nanën kanë qenë humbje. Zemra e saj e din që ka përjetua ato humbje.
Po që është shumë interesant si ka përmen asnjëherë. As me na ngarku neve, as me na mërzit neve. Rrallë ka njëherë i përmen këtë disa detaje. Unë jam kanë më e madhe se vllau. Veç si në përmjegull e kujtoj. Nuk më kujtohet diçka saksisht. Nuk më kujtohet që kom lujt me ta. Sa i ma shumë ka qenë edhe në për kontrolla mjekësore. Po nana do më thonë kër më kujtoj këtë diçka të kujtohet që rast si në përmjegull. E jam definitivisht që të pjesë jam shumë fatlume që së më kujtohet kurrë se bëhet shumë. Dikur bëhet shumë. Po si do që tjetë kur fëmijët vdesin mosh pak më të vogël edhe zaventësohen me fëmijë tjerë, aty është një farë bëshllëku që mbushet. E vërtet. Ambira pastaj ju edhe morët një vendim shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, ta vendosni edhe mbulesën. Po. Si erdhi ky vendim? Erdhi pas gjitha këtyre sfidave dhe ti po gjeje këtë paqen shpirtërore në lidhjen me Zotin duke përforcuar, apo si vendose që ta... Unë jam rritë në një familje me trashëgimi familjare. Nana jam paralelisht me shkronjat e abetares mi ka mësu edhe do lutje qysh me ju thonë Zotit kur je ngosht, qysh mi thonë Zotit me ta rujt prindin. Do me thonë lidhja me Zotin ka qenë qysh moshat 3-4 vjeqare. Edhe gjithmonë fene kom pasi diçka të pastërt që mundet me përjetu një njeri. Thyrja për nanën ka qenë sinqerisht shumë e madhe. Edhe unë e marrë gjithmonë një fakt dhe një argument që nana i la dikun parafërsisht një 5-60 shamia, që si kish pas përdor asnjëherë. Teshat e saj i shpërndava, po thash qa me bo me qëto shamia, thash mendo, dhe i thash aty se ju gjinët, bohet venje dhe për to. Gjithmonë e kom pas në nënvedijen tem që unë nesër kom e pas një ndryshim drastik në jetën tem. Nuk ka qenë shumë drastik, për shkak se unë ritualin e namazit e bëj qysh në moshën 15 vjeqare. Dhe me thonë ishte mosha 26 vjeqare që unë veç e humba nanën, dikon mas një vit jem ka ra më mbulu. E që kjo lej që ato shamia dikon e disha që po ma lyp një përgjigje prej mrena, po që s'kish ardhë hala momenti. E pata mbështetjen e familjarve normalisht që s'mungoj kjo asnjëherë. Edhe thjesht ishte diçka që mu përmbushi. E vendosa, mujnë e parë, mujnë e dytë kom pas shumë sfida, se ishte diçka jashtëzakonshme prej një njeriu që ka dalë në mënyrë normale, me kalu në diçka që në këtë shoqni ishte shumë paragjykuse. Përveç bindjes shpirtnore që më ka plotësu gjithmonë, thojsha me veten, pse duhet njerëz me mendu ndryshe për mua, jo me njëjta. Unë i kam mendimet e njëjta. Unë nuk e gjykoj dikon pse veshet ndryshe prej meje, pse duni ju me më gjyku mu. Në fund të fundit, çka po qam pesh nëse e kom vënu një copë mbulese mi kokën tem, që është zgjedhja jam shumë personale. Përveç familjarve edhe shoqnisë të ngushtë e donës dhe 3-4 vetëve tjerë, kom pas shumë gjykime. Pse? Ti e din sa ki kapacitete me hecë përpara, ti e din që mundesh me mri shumë me personalitetin, me karakterin tanë. Thash nëse unë e kam caktuar prej Zotit, muna me ecë edhe me ta. Nuk është diçka që mundet me më ndalu. Po që sfidën e punës e pata shumë problem. Ka qenë periudha shumë e keqe e kohës kur njerëzit nuk të pajshin të pranishme në shoqni në marrëdhënie të punës nëse ti e ke një mbulesë. Nuk e disha arsyen për çka. Kualiteti jam edhe, domethënë kualifikimi jam shkollor ishte i përshtatshëm me vendet që bile pa ta marrë një përgjigje. Pa të më thonë, je mbi kualifikume për vendin që po e kërkojmë. E që për mu ka qenë diçka jashtëzakonshme, nuk e disha arsyen pse. Kur ju pyeta për argumente shtesë, më thanë që na kemi kërku me fakultet, dhe ti është dhe masteri që kjo s'puna. Ishtë shumë banalitet, po thjesht du dashke me gjetë një arsye. Kom pas raste për shembull që më ka thonë po heke shamin tetor, kur del shpiknujt vënaje, edhe ti thehësh në atë moment edhe thu që unë shamin se vënaje dhe nuk e heki për ty. Është diçka shumë personale që lidhja me Zotin më ka bo me ardh deri në këtë pikë. Do të thotë nëse ti se vlerëson ata që unë muna me jep për vendin e punës që ti je tu e ofru, unë nuk kam qalypit e ti. E krijova një farë barriere edhe me veten edhe u dorëzova. Ka qenë pika e vetme që më dorëzu. Edhe kom thonë, jo mu dorëzu, por mos me luftu ma vonë dikur, po thjesht kisha nevojë për një pushim. Gjithmonë do i fol vetes, ka me ardhë një ditë, nuk e di kur, por një ditë ka me ardhë, që ti s'ki me qenë ma që kjo ambera që po kujdeser për punë të shtëpisë.
s'kime qenë që kjo ambera që tu bo si ambisje, thjesht e motivojsha vetëm, po e pritësha dhe momentin, se unë e di që kur ti e ban mundin, për diçka Zoti ta shpërblen herë do kur do. Thjesht, nështë është një sprov tjetër që ty të ban me u bo madurimtar. Edhe erë një moment që shpërthej kjo ngecja jam mrana që ty në 4 mureve, e dashi Zoti jam që 5 vite me një kompani që konsideroj vetën me fat që jam pjesë e tyne. Më vlerësoj njerëz zakonisht shumë. Asnjëherë s'm kanë gjyku, asnjëherë nuk i kom gjyku pse kemi të fesë tjetër, e kemi një tolerancë fetare ekstremisht madhe, kalojmë tepër mirë, urohemi, po du me thonë që më kanë vlerësu edhe qështu qysh jam, edhe pse ata e ndryshe, po gjoja përbashkët ka qenë shumë e rëndësishme. Pra ka dritë në fund të tunelit dhe bindja jote ka qenë më e fortë se sa gjithë ato sfida dhe pengesa dhe paragjykime që ti ke pasur nga njerëzit. Ambera, shumë kënaqësi të të kisha në studio, sepse arritëm në fund të këtij emisionit edhe pse kaloi shumë shpejt. Faleminderit shumë për këto emocione kaq të bukura, për këtë histori kaq emocionale, frymëzuese, të cilën e rrëfeve për gjithë audiencën e emisionit tonë dhe uroj që gjitha këto kanë përquar një mesazh të njerëzit që sadopak të reflektojnë mbi jetën e tyre dhe që gjithmonë të shohin që ka një dritë dhe pas çdo vështirësie thjesht ka një lehtësim dhe gjithçka kalon. Zoti ka premtuar. Nuk është diçka që njeriu ja bën vetës, po Zoti na premton librat e tij, pas çdo vështirësimi vjen lehtësimi. Thjesht Zoti na ka qenë sprovën mu forcu, edhe me që kur vjen sfida tjetër më e rënd, ti më thonë e kom kaluar tjetrën këta se voj. Do me thonë gjithmonë duhesh me gjetë një arsye për me vazhdu tutje. Ty faleminderit shumë. Për pozitivitetin. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Atëherë të nderuar shikues, ne arritëm në fund të këtij emisioni, ne shihem me javën tjetër me musafir të tjerë dhe me histori të tjera po kaq emocionuese. Natën e mirë, mirëmbëjtje.